Lufta kundër krimit zgjedhor duhet të kalojë në një fazë të re, me më shumë koordinim institucional, hetime financiare, deri tek ndërmjetësit organizatorët dhe ata që përfitojnë nga deformimi i vullnetit të zgjedhësve, si dhe një politikë penale më efektive. Këto ishin qëndrimet kryesore të kreut të SPAK Lodian Braho gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, ku diskutuan për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sugjerimi i parë i SPAK është hartimi i një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Pari, krimi zgjedhor shfaqet me intensitet më të lartë gjatë viteve zgjedhore, por hetimi i tij nuk kufizohet vetëm me periudhën e fushatës apo periudhën e zhvillimit të zgjedhjeve. Së dyti, një pjesë e konsiderueshme e punës së SPAK-ut lidhet me vlerësimin fillestar të kompetencës, me dallimin nëpërmjet shkeljeve administrative dhe faktit penal, me verifikimet e burimit të informacionit dhe me identifikimin e rasteve kur ekzistojnë elemente konkrete për regjistrimin e një çështje penale. Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krimet zgjedhore. Përvoja e vitit 2025 tregoi se prania e hershme dhe e dukshme e institucioneve ka efekt parandalues. Vetë fakti që SPAK, prokuria e përgjithshme, KQZ dhe struktura ligjvatuese ishin më të koordinuara, më të pranishme në terren dhe më aktive në komunikim publik, krijoi nivel më të lartë vëmendje ndaj përgjegjësisë penale për sjellje që cënojnë integritetin e zgjedhjeve. Ky efekt parandalues është i rëndësishëm dhe duhet të ruajtur, por ai nuk mund të mbështetet vetëm te prania në ditën e votimit. Për këtë arsye, mekanizmi i bashkëpunimit mendojmë që duhet të aktivizohet më herët, të paktën 4 muaj para datës së zgjedhjeve të vijojë deri pas përfundimit të numërimit të votave. Analiza tregon se korrupsioni zgjedhor nuk duhet parë si një akt izoluar dhe individual. Braho u ndal edhe tek mënyra se si duhet të zhvillohen hetimet, duke theksuar se ato nuk mund të kufizohen vetëm tek personat që japin ose marrin përfitime për votën, por duhet të shkohet deri tek përfituesit real. Në raportin e tij, Braho bëri të ditur se gjatë periudhës 2021-2025 SPAK ka administruar 233 materiale që lidhen me krimet zgjedhore, ndërsa vetëm për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 janë administruar 194 sinjalizime, kallëzime dhe referime për dyshime për krime zgjedhore.